Se normalisht dhe ato emra që do të vinë aty kanë një farë peshe dhe peshën e kanë minimalisht 12 mujore, sepse ne flasim për besën, por nëse ka një prerje mbes nga ato që ne do zgjedhim dhe do dalin nga protesta, është një rëndesë akoma më e madhe për figurën e protestuesve në sytë e publikut. E vret një herë për gjithmonë ato. Absolutisht, morët në dorë të zgjidhni diçka, ja ko e mëruat dhe shiko se si përfundoi gjëja. Pra ajo është akoma më sensitive. Por personalisht, nëse si qenie politike flas këtu, do të ketë zgjedhje. Në zgjedhjet më të paratarshme, nëse do doja kandidoja me dikë, do doja kandidoja me një formacion të ri politik të dalë nga protesta. Personalisht, siç e quaj. Pra nuk do doja të kandidoja as me partinë që kam kandiduar dikur, nuk do doja të kandidoja as me një forcë tjetër që është prezente ose jo prezente sot në Parlamentin e Shqipërisë, do doja të kandidoja me një grup njerëzish të cilët mund të shojnë përpara një parti politike që të përfaqësoj qoftë idealet e protestës, po edhe për tej, sepse do të thonë që ne po tentojmë të gjenerojmë ustallar të Shqipërisë, pra njerëz që e duan Shqipërinë, janë adetar, janë patriotë, saqë janë edhe ekspert, janë teknik dhe janë njohës të fushës së tyre të ekspertizës, dhe duke qenë se na ka bashkuar një gjë që është shumë herë më e madhe, pra gjithë kjo ideologjia e protestës dhe e qasjes pro-shqiptare, mendoj që formacioni më i bekuar politik do të ishte një formacion që do dali nga protesta. Sa do dali, kur do dali, si do dali, me kë do dali, është akoma në pikpyetje të madhe. Mund të ishte Gert një objektiv zgjedhjet lokale, pra nëse nuk ndryshojnë gjë të qeverisja, mund të jetë zgjedhjet lokale një objektiv i protestës për të faktorizuar, pse jo? Absolutisht po, duke qenë se nuk janë largë, 8 muaj, 9 muaj në ndajnë afërsisht. Është sakt, shumë sakt. I bie maj i vitit që vjen, 2027. Antarët e këshillave bashkiak janë kaluar kryetarin e bashkisë, po themi, duke qenë se legjislacioni thotë që çdo nisëm ose çdo projekt ose çdo menaxhim i fondeve publike duhet kalojnë ato, minimalisht duhet të kandidojnë për këshillat bashkiak. Dhe nga ana tjetër, pastaj pse jo për kryetarët e bashkive. Por në këtë situatë, dhe e them dhe nga eksperjenca, duke e njohur dhe terrenin, duke e njohur nga të dy anët, si e menaxhimit sigurisë, si nga ana tjetër politike, është e pamundur të dominosh mbi kriminalitetin e të dyja partive të mëdha, sepse një parti përdor lek pa hesap që i vijnë nga grupe pa hesap, që është Partia Socialiste, dhe i dim gjithë zyrtarët, pra ajo aleanca e qelbësirave është fakt konkret, u morën njerëz që kishin rekorde kriminale brenda dhe jashtë vendit, sepse paguanin për të marrë qoftë postin e kandidimin për postin e deputetit, si kandidimin për kryetarët e bashkive. Pra, të dominosh mbi këto është realisht shumë e vështirë. Nuk po them e pamundur për të mos qenë fatalist, okay, por është shumë e vështirë. Dhe nga ana tjetër të dominosh mbi votën e demokratëve që realisht e besojnë, por nga ana tjetër dhe Partia Demokratike në vetvete, në shumë raste përpiqet të bëjë aleanca që nuk janë në dobi të popullit shqiptar, por janë në dobi të qasjes personale dhe të xhepit personal, sepse i kemi parë. Po me gjitha po merrem me këtë të parën që është në pushtetet dhe ka pjesën dominuese edhe të 61 bashkive në gjithë Shqipërinë. Që të thotë të kandidosh me të njëjtat rregulla dhe me të njëjtat kushte është vrastare, sepse dhe marrin edhe fonde nga KQZ-ja, absolutisht, të dyja partitë mëdha. Shumë të larta. Do ishte një argument në xhepin ose në tavolinën atyre që thonë që nëse do kishte humbje nga këto zgjedhje, do ishte një argument që do thonë, shiko, ja ju e kishit mundësinë për të kandiduar dhe kandidatët tuaj dolën keqe më keq. Por duke qenë se ti e di se si është loja, thjesht them që i çon ujë kësaj retorike këtyre njerëzve që në rastin më të mirë janë të brainwashed, pra kanë një lavazh. Ka shumë pyetje po flasim për të ardhmen, pavarësisht absolutisht kërkesave që janë të qarta. E zbardhura deri në tani është çështja që njerëzit janë vetëdijshëm që ka një keq funksionim, ka një menaxhim, zhvillimi sipas Ramës është zhvillim me këtë dua unë, si të dua unë, pse të dua unë, kur të dua unë dhe në çfarë forme të duam. Ky nuk është zhvillimi që bota demokratike kërkon, sepse minimalisht po ne jemi ekspert të fushave tona, sa prej nesh kanë marrë pjesë në konsultimet publike. Sa rëndësi kanë konsultimet publike në Shqipëri. Po bëhen konsultime publike për reformën territoriale. Do të përfunduan. Mbaruan. Nuk e dim sa do ulet numri, do shtohet, nuk. Do përfundoj siç e duan qytetarët apo siç e duan partitë e mëdha.
Pa diskutim që ka përfunduar siç e duan partitë e mëdha. Madje protesta në fakt e ka dhënë dhe mesazhin politik, që tani kushdo që të vihet në krye të shtetit, është i qartë që populli shqiptar nuk është më i populli shqiptar që ishte i heshtur. Pra, çdo kush do të jetë ndërgjegjësuar edhe vetë nga ana politike, që kemi të bëjmë me një popull që tashmë është zgjuar, është në dijeni të çfarë vendimesh merren, si shkon çdo lloj hallke e sistemit dhe ata ngrihen. Pra kjo protestë ka sjellur dhe një mesazh shumë të fortë politik për të ardhmen, kushdo qoftë. Sindi, kam një pyetje do kaloj padyshim edhe te Gerti që lidhet disi dhe me sigurinë, në mënyrë jo direkt, po të tërthort. Goditja me vezë e deputetëve. Disa e konsiderojnë shumë të egzageruar, disa e konsiderojnë shkelje, disa deputet patjetër që janë të pakënaqur, disa thonë që po goditen vetëm ata të PS-s, po të PD-s përqafohen. Ideja e vezës, teza e vezës, disa thonë është marrë nga Albin Kurti, flasim pak dhe për këtë element. Nuk besoj që jemi vendi i parë që kryejmë këtë lloj aktesh. Nuk janë akte, mendoj unë, që e gjithë narrativa politike të drejtohet tek veza. Veza është një nga problemet më të vogla që kanë ndodhur në këtë vend. Nëse gjithë kjo vëmendje dhe gjithë narrativa do drejtohej në fakt e problemet që janë në lidhje me protestën, do të ishte shumë herë më efektive se sa të merremi me se sa keq emocionalisht ndihen deputetët kur qellohen me vezë. Unë jam kundër çdo lloji dhune, mendoj që nuk është ajo zgjidhja, por ka shqiptarë dhe ka të rinj që e ndjejnë ta bëjnë atë gjë dhe për sa kohë nuk është ligjërisht, me sa di unë, nuk është ndaluar. Pikërisht, nuk shoh ndonjë problem që të fokusohet aty. Është një tjetër tentativë për ta ridireksionuar narrativën. Jo, ata ndihen keq. Kjo s'është tentativë, më beso. Ndihen keq. Ka folur me disa prej tyre, ndihen keq që gjuhen me vezë. Nuk e di. Pra nuk e kanë tentativë këtë radhë. Ndjenjat e tyre janë të rëndësishme në fakt, por jo më shumë se sa ndjenjat e qytetarëve shqiptarë që kanë. Ato mund të ndihen keq, por imagjinoni sa keq ndihet një qytetar kur ka përballë njerëz që kanë votuar ligje që janë në dëm të interesit shqiptar, që votojnë financimin e këngëtarit amerikan, kur nga ana tjetër ti ke punojës policie që dalin me bluzët grisura dhe ti ke sheringa që mungojnë, aparatura që nuk funksionojnë në shëndetësi, kur ti ke gjykata që nuk kanë kontroll dhe futet dikush dhe të vret gjyqtarin, kur ti ke një sport që degradon, ke sportistë që duan dhe kanë pasion, por nuk ke facilitetet në sport, dhe imagjino kur ke fëmijë që vuajnë akoma, familje, fëmijë që vuajnë për atë që ne themi bukën e gojës, pra ushqimin e përditshëm. Dhe sipas Organizatës Kombeve të Bashkuara, ka me mijëra familje që jetojnë nën minimumin jetik, që është $250 në muaj për të ushqyer. Dhe ata që kanë pjesën më të madhe e buxhetit harxojnë për të ushqyer. Përveç asaj sepse çmimet e shportës janë te mase të larta. Mos fusim pastaj çmimet e karburantit apo të tjerave që janë të jetës përditshme. Edhe çmimet e vezës vetë. Ama, edhe sakrificë mbrojtja e vezës. Nga protestuesit, është tamam investim. Dikush mund të thotë kush ju financon se blini vezë, po një përgjigje për çdo. Kjo është vetë financim. Pra gjithë secili me ato mjetet e veta bën diçka, bën një pankartë, paguan biletën për të ardhur. Do të vijoj kjo qasje ndaj deputetëve Gert apo? Patjetër që po, dhe ta mbaj vetëm për pak tek veza. Unë jam totalisht pro vezërs, do gjuaj me vezë, kam gjuajtur me vezë dhe këdo nga ato 140 deputet do ta gjuaj me vezë. Ca më shumë e ca më pak, e lidh me pyetjen tënde. Pse ca goditen më shumë? Sepse kjo është një kritik që sepse dëmi është proporcional. Këtë na mëson parimin në jetë. Se kush ka bërë dëm dhe kush po bën dëm aktualisht më tepër, do të marrë dënim më të madh. Veza është mjet turprimi, bërja pise fytyrës dhe kostumit. Nuk është për ta dëmtuar. Absolutisht jo, se nuk dëmton. Veza është mjet turprimi që të turprohen për aktet që bëjnë, për retorikën që kanë, për mbrojtjen që i bëjnë liderit, kur lideri e shkel me të dyja këmbët, si popullin, si sovranin, si legjislacionin përkatës. Dhe për t'i turpruar, protestuesit kanë gjetur një simbolik që është shumë e qelluar që të godasin me vezë. Edhe me domate, me çdo gjë që bën pis, pra akti i turprimit. Kaq është, dhe me këtu mbyllet. Kushdo që mund të ndihet keq, le të ndihet keq, ose t'japi dorëheqjen dhe të tiki nga ai post aty, ose nëse se jep dorëheqjen, të paktën të veprojnë në të mirë dhe mos votojnë qorrazi ligje dhe projekt ligje që as nuk i lexojnë, as nuk i kuptojnë, por nga ana tjetër dëmin e bën shumë fish të rënd
popullatën shqiptare. Dhe kur të rinjve i mbetet vetëm veza si akt komunikimi, si mundësi e vetme alternativa, sepse nuk ka asnjë derë tjetër kur një qytetar të ankohet, të nxjerrë indinjatën e tij që kanë lidhje me çfarë po bëhet këtu. Veza është mjeti i komunikimit që e çon mesazhin aty ku duhet dhe thuat, "Okej, nëse ti s'bën për mua, nuk Është një formë përshkallëzimi dhe kur më kanë pyetur dhe jam përgjigjur dhe këtu po e them që unë kundrejt përshkallëzimit me dëme fizike ndaj punonjësve të policisë, ndaj çdo deputeti apo ndaj çdo qytetari të Shqipërisë jam kundër. Pra, në ndërgjegjen time, pavarësisht se ti e di sikletin që ka një policë. Absolutisht. Në ndërgjegjen time nuk dua kurrësi të kem pengun e dëmtimit apo gjymtimit të një punonjësi policie, të një punonjësi shërbimit informativ, të një punonjësi të kuvendit apo kujdo tjetër, edhe pse protesta ndjes është mos e drejtë që ndron e ka boshtin shumë të fortë, por nga ana tjetër, këto kosto, pra përshkallëzimi me kosto fizike, është i palejuar dhe për mua personalisht është kategorik jo. Por me vezë jam